من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا الجماعة يمي حديثة e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad. Kapitujt e radhës kanë të bëjnë me sëmundjen dhe se si duhet besimtari ta trajton sëmundjen. Është e lehtë të flasësh për sëmundjen kur je I shëndosh, madje të duket edhe bezdi, edhe të duket e panevojshme se çka kam unë tash me dëgjue për sëmundjen, apo pse duhet unë të mësoj hadithet e sëmundjes ndërkohë që jam I shëndosh. Mirë po kjo është mosmirnjohje e begatisë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadithet e sëmundjeve dhe shpërblimet për hadithet mbi sëmundjen u mësonte edhe atyre që ishin të shëndosh, që të përgatiten për sëmundje. Andaj tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, shfrytëzoje shëndetin tan para sëmundjes tane. Aja të thonë shfrytëzoje tu kanë I shnosh, e ama para se me tar sëmundja. Kështu që ne mësojmë hadithet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ani pse s'kan të bën drejt për drejt me mua. Ajo ka të bëjë me një pjesë të shoqërisë që realisht ka të smut gjithmonë me një shoqëri, dhe tjetra ajo ka të bëjë me një gjendje që ti mundesh me usprovu ma vonë. Andaj duhesh ti mësosh si ta trajtojë në këtë. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se nuk ka diçka prej sëmundjeve që e godet muslimanin apo muslimanën, vetëm se Allahu I ashlyen me ta gjunahet. Dhe kështu duhet ta trajtosh sëmundjen si një lloj testi me të cilin Allahu mi shkund gjunahet prej vetes. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte shumë I zellshëm që t'i viziton të sëmurët dhe ka premtuar shumë shpërblim për ata të cilët I vizitojnë të sëmurët. Andaj ka ardhur hadith qudsi se Allahu xhelle xhelalu I thot njeriu ditën e Kiametit, pse nuk më ki vizitue? O Allah, thot çish me të vizitue? Thot ke pas të I smuti që aty jam kanë, te I dopti. Me pas shku me vizitu të smutim kishe gjetë muë, tu kishë thi zemra, ma kishe njohë begatin, e kishe ditë se Allahu gjela është ai cili jep shëndet dhe jep sëmundje. Për këtë arsye të ndëruar xhamarli, duhet të mësojmë këtë hadithe në mënyrë që të zbatojmë dhe të jetësojmë këto në ditët e përditshme. Gjithashtu prej haditheve që I ka nxjerrë Imam Buhariu në këtë kapitull, pasi që koha është edhe e vështirë dhe e ftohtë, do ta përmend veç hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu an, ku I tha Ata ibn Abi Rabah nxënësit të vet, tha: a do me të kallëzoni njëri xhenetit? A do ta shifni njëri xhenetit? Dhe shikoj të ndëruar xhamarli çfarë zelli kanë pas këta për xhenetin e Zotit xhel xhelalu. A e di çish duket në njëri xhenetit? A e di si ecën tokaj? Çfarë cilësi ka ai? Çfarë karaktere ka ai? E kështu me radhë. Tha ata po bela, gjithsesi du kam çef me bëhe. Tha ja kjo gruaja e zezë tash që vjen, që kjo tha pe banorëve të xhenetit. Tha prej ka është kjo banorë i xhenetit, pika e ditë ti. Nëse Ibn Abbasi se ka këtë drejt me thonë çka banorë i xhenetit. Mirë po kur thoje ai I cili I ka zbrit shpallje Allahu xha atëra prejet meselja. Tha çi kjo gruaje kur ka ngjall pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe I ka thonë ja Rasulullah, unë kam një sëmundje epilepsisë. Dhe kur më kap epilepsia, unë bëj gjëra prej lëvizjeve që nuk I kam kontroll. A mundesh me lut Allahun që të më shëron? E pejgamberi sa mi tha, unë nëse do bëj dua, Zoti shëron. E nëse do bën sabër, bën durim, dhe Allahu ta jep xhenetin. Pastaj ai I tha ja Rasulullah, do bëj sabër. Ka me bë sabër me fitu xhenetin. Veç lut Allahin ku të më kap epilepsia mos t'i deshi teshat.
që mos të zhvishem e të mashaj dikush pjesën intime. Nga kjo hadith dietar kanë nxjerrë mësime. E para për tyre të nderuar xhamatli çfarë? Biseda e sahabeve, tabiinëve, cila ka qenë? Çish duket e njëri xhenetit? Si me marr nga morali i atij i cili pejgamberi ka thënë çka xhenet li. Çka xhenet li? Ata e di që kanë pa njerëz të cilët pejgamberi ka thënë çka xhenet li ose çka me fitu xhenetin. E kanë përcjell çdo detaj. Sikur Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kur i ka thënë pejgamberi për njëri 3 herë çka xhenet li, i ka shku ma se ka përcjell. Ka thonë çka ban ti? Un kam çeft ta di çka ban, që të baj edhe unë, që të futem në xhenet. E ne të ndëruar xhamali, sa shpesh dëgjojmë që kjo vepër çon xhenet, që kjo vepër të ka se vop shumë, që kjo vepër është shumë e mirë. Dhe na nuk e çojmë kokën fare. Apo, dhe runa Zot me kanë për këtë dunja, që kjo punë të bepare, që kjo punë të arrit biznesin, i hapim sit, i hapim vesht, kajmë kujdes, bile me ba zhurë dikë ndërë, shuj bese ja tu kalëzu njëri që shvitohet. A kur të folet për xhenet, kur të folet për ahiret, kur të folet që knaqet Allahu xhelle xhelalu, që largohet qafa pi xhenemit, njerëzit se kanë shumë gajle, se e llogarisin diçka të pavlerë, apo nuk e mrin nivelin të cilën duhet me e pas besimtari. Andaj shikoj Ibn Abbasi, çka i tha? A do me pa xhenet lik çish duket? Ka pas zell të madh ata, kallzom çish duket. Edhe e dyta të ndëruar xhamatli, e që është pjesa e sëmundjes. Zakonisht njerëzit kur i shohin smut, shejtani mund me manovru në trunët e tyre. A thu pse i ka ra kjo smuje, a thu pse kjo smuje e kështu me radhë. Mirë, po zakonisht të gjitha sprovat e sëmundjes tek besimtari janë zakonisht për shërim, për pastrim, për largim gjunave. Andaj shikoj me mësam, si ka ardhur i smut mi than, a ka mundësi me lut Allahin me mshëruve që ka thon, ama ban sabër se Allah i ta jep xhenetin. Ban sabër Allah i ta jep xhenetin. Për çfarë arsye? Nga se sprova me mëshirën janë nga ngat. Çdo i sprovu më i mëshiru. Sprova e thy njerin, smundja e ul njerin, smundja ja kujton Allahun xhelle xhelalu. Pse? Ja se thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, mbledhet te njeri maja e dobësisë dhe e menon sa i fortë është Allahu xhelle xhelalu. Se kur ki pak takat mashtrohesh, kur i ki kam tetua, i ki dur tetua, i thu kam takat apo. E kur tërzohesh, s'ki takat, atëra kupton se un jam shumë i dob. Trupin e ki s'punon. Trupin e ki s'ban. Trupin e ki një parëthet tërzojnë. Andaj e kujton dobësinë tënde dhe lartësinë e atina. Andaj kur ti e pranon dobësinë tënde dhe e miraton lartësinë e atina, zbet rahmeti Allahu xhelle xhelalu. Inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin. Rahmeti Allahut nga të bamirësave, ata të cilët e dinë se janë dopt, Allahu i fort. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, i sprovuari dhe i mëshiruar janë nga ngat. Andaj mos u ankopi sprovës, po shfrytzoje me të mëshiru Allahu subhanahu wa taala. Çdo bela që ka të bëj, çdo më dhamë smundje. Nga se alayhis salam ka përmend në vargun e smundjes edhe brengën, shqetësimin, xhembën e ka përmend. Shfrytzoje, inshallah në gjuna. Inshallah Allah më fal në gjuna. Çdo sprovë që e ki, mundoj mi thon Zotit tan, çdo dua, o Allah, ke sprovë. Ban më pas në gjunave. O Allah, çka të mërzi. Shfrima një gjuna me këta. O Allah, këtë piklim çka e kam, këtë shqetësim çka e kam, këtë ngushtim çka e kam, largomi gjunaat. Për këtë arsye, smundjet i largojnë gjunaat dhe të pastrojnë pe gjunave. Dhe hadithet e tjera do t'i shohim me lein Allahu subhanahu wa taala, nëse koha është e lagshtë dhe e vështirë. Lutim Zotin e Madh xhel xhelalu në këtë ditë xumaje. Ditë ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është një çast nëse e godet besimtarin dhe e çollon, Allahu i përgjigjet duas së tina. E lutim Zotin e Madh, Allahu ti pastron zemrat tona, ti mbul zemrat tona me devotshmëri. E lutim Allahun xhel xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që të mësojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga fjalët dhe mësimet e ulemave dhe imamëve të muslimanëve. E lutim Zotin e Madh në këtë ditë xumaje, që Allahu kudo që janë besimtarët e dobët, jetimat, të vejat, plakat, pleqt, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkra. Ata sa janë në vuajtje, në skambje, në goditje, Allahu t'i mbron, Allahu t'i përkra. E ata që bëjnë zullum, e zullumqarët, e njerëz kriminal, të cilët bëjnë fesad në tokë, Allahu me fesadin e tyre t'i ngatron, ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu na bën vepra me të cilat ne arrim kënaqësinë e Zotit dhe largohemi nga hidhrimi i Allahut. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu na mundson të jetojmë si musliman, të zhvillohemi si musliman dhe t'ia dorëzojmë amanetin e fundit Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح شأننا، اللهم أصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.